الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, atë falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja shprehim pejgamberit tonë të fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që ndjekin apo pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia qofshin për ju dhe mbi familjet e juaja. Ne sot me lenin Allahut subhanahu wa taala do të flasim për namazin dhe ata të cilët nuk e falin namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Buniyal Islamu ala khamsin", Islami ndërtohet mbi 5 shtylla: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, pra me thirr shahadet la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, që do të thotë nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguar I Tij, wa iqamus sala, me fal namazin, wa itauz zaka, me dhon zakatin, wa samu Ramadan, me agjeru Ramazanin, wa hajjul beyti men istata'a ilayhi sabila, me krye haxhin për ata të cilët kanë mundësi vend deri tek ajo. Andaj të nderuar besimtar, prej kushteve të Islamit që Allahu subhanahu wa taala e do më së shumti është namazi. Allahu subhanahu wa taala më shumë se 90 herë në Kur'anin famëlart I porosit besimtarët që ta falin namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pyetja e parë që do t'i bëhet njeriu në varr dhe në ditën e gjykimit do të jetë namazi. Vepra më dëshmuese në këtë botë, pra që don Allahu, pra vepra dëshmuese e imanit të njeriu, pra kush është? Është namazi. Vepra më e lartë që e do më së shumti Allahu subhanahu wa taala është namazi. Andaj përgëzime, myshde për ata të cilët e falin namazin, ndërsa alarm shumë I keq për ata të cilët nuk e falin namazin. Ata të cilët e falin namazin të kenë kujdes të veçantë, të jenë me përpikmëri, pra të falen me përpikmëri dhe duke pasur vëmendje në namaz. Ndërsa ata të cilët nuk e falin namazin, ata me njëherë të fillojnë me namazin, sepse mos thojnë hajtë se jam I ri, hajtë se kam kohë, dhe t'ja u merr Allahu subhanahu wa taala shpirtin dhe pastaj është të përvonë dhe nuk ka kthim mbrapa. Kur drejtohemi për tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu taala të lyp gjitha. Allahu taala të lyp gishtat. Allahu subhanahu wa taala të lyp flokët. Allahu subhanahu wa taala të lyp ballin. Allahu taala të lyp abdesin. Allahu taala të lyp kiblan. Pra të gjitha të lyp Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur jemi në namaz, pra duhet të këshirëm në vendin ku kemi me ranë sejdë, as djathas, as majtas dhe as lartë. Pra se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët këshirin lartë, tha ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala t'ja u marrë shikimin. Ose ata pra të cilët këshirin djathas dhe majtas. Thot Allahu subhanahu wa taala, pra që transmeton pejgamberi alayhis salam, ku thot Zoti, tha robiem, tha pra ti që po këshirin djathtas dhe majtas, tha mos po shohish më të mirë se Allahu subhanahu wa taala, pra a mos po shohish më mirë se unë, pra nuk mund të ketë më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Andaj duhet të kemi vëmendje në namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: aq kemi namaz sa jemi të vëmendshëm në namaz. Pra aq kemi namaz sa jemi të koncentruar në namaz. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar thot: namazi ju largon nga punët e këqija dhe të irrituara, ndërsa përmendja e Allahut është më e madhja sikur ta dini. Andaj të nderuar besimtar, ai I cili I fal namazin, mirë po edhe vjedh, namazi I tij nuk është në rregull. Ai I cili fal namazin dhe nuk respekton prindrit, namazi I tij nuk është në rregull.
Ai cili e fal namazin, mirë po luan bigjos, namazi ti pra nuk është në rregull. Pra, për me të pranu namazi, andaj ti duhet të jesh pra të falesh me përpikëmëri dhe të jesh i përqendruar në namaz. Allahu subhanahu wa taala në surën Maun, ajeti 4 deri te ajeti 6 thot: "Fawailul lil musallin." Mirë për ata të cilët falen, alladhina hum an salatihim sahun, të cilët ndaj namazit e tyre janë të pakujdesshëm. Alladhina hum yuraun, ata janë vetëm që shtiren sa për syje faqe të njerëzve. Ndërsa ata të cilët nuk e falen namazin dhe presin shpëtim për Allahu subhanahu wa taala, si do të jetë gjendja e tyre? Të nderuar besimtar, disa muslimanë në kohën tonë pretendojnë dhe thënë se ne besojmë Allahun subhanahu wa taala, por e besojmë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thonë ne besojmë vdekjen, por e besojmë edhe ringjalljen. Thonë e besojmë xhenetin, por e besojmë edhe xhehenemin. Mirë po, sillen shumë me neglizhencë, me arrogancë dhe janë shpërfillës ndaj namazit. Dhe kur ju thua atyre, hajde falni namazin, ata do të gjojnë lloj arsye vetëm që mos ta falin namazin, duke e ditur se të gjithë namazin e kanë për vetveten e vet. Andaj, a ka nevojë Allahu subhanahu wa taala për namazin ton? Jo. Ne kemi nevojë për namazin dhe ne kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Sa kemi nevojë për Allahun, sa që as çerpiket ton nuk mund të lëvizin pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur njerëzit prej grupit i thosht pra prej muslimanëve, hajde fali namazin, ata do të thënë, unë nuk shkoj në xhami, unë nuk e fali namazin, mirë po e kam zemrën e mirë, zemrën e pastër. Këtyre njerëzve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, këta kanë zemrën e prishtë dhe zemrën e kalbërt, mirë po populli thot, edhe qingje ka zemrën e butë, ka zemrën e pastër, mirë po është hyjvan. Ndërsa grupi tjetër kur i thirrësh për të falë namaz, ata që janë punë, pra që janë punëtor, kur i thua shhadet të falë namazin, thojnë edhe puna është fars. Të nderuar besimtar, puna është fars mbas namazit. Pra, njëre falish namazin, pastaj është puna fars. Pra, sepse edhe jahudit, edhe te krishterët, edhe ata kanë fars punën, mirë po çka, mirë po shkojnë në xhehenem. Andaj, mos të bëhemi sikur shejtani i mallkuar, i cili vetëm e besoi Allahun subhanahu wa taala. Pra, kur Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhis salam dhe i tha që shejtanit që të binë sejdë Allahu subhanahu wa taala, si shej falënderimi që e kishte krijuar Ademin alayhis salam, ai tha ti Ademin alayhis salam e krijove prej baltës, ndërsa mua më ke krijuar prej zjarrit. Pra, e besoi Allahun subhanahu wa taala, por nuk ju bind urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj i tha Zotit, "Wallah, me jep leje tha deri në ditën e gjykimit", dhe Allahu subhanahu wa taala i tha, "Ti je prej atyre të afatizuarve". Pra andaj, mos bëhemi edhe ne sikur shejtani vetëm me besu, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë, me besu Allahun subhanahu wa taala dhe çka me përcjell atë me çka me veprat e mira. Mirë po ka pra atyre muslimanëve që thënë hajtë se Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin familjar thot, "Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin." Vërtet mëshira e Allahut është afër mirëbërësve. Pra mëshira e Allahut subhanahu wa taala është afër atyre njerëzve që falin namazin, që agjerojnë Ramazanin, që bëjnë punë të mira dhe kanë gjunahe. Këtu është Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm. Pra ata të cilët nuk e falin namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërcënuar me dy gjëra. E para me kufër dhe e dyta me shirk. Me kufër si, thojnë dietarët e Islamit, ata i kanë përdorur të gjitha nimetet dhe të gjitha begatit pa adhuruar Allahun subhanahu wa taala, pa i rënë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po me shirk qysh, ata tha nuk e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, pra nuk e kanë falënderuar Allahun subhanahu wa taala me sejdë, por ata kanë shkuar simbas qefit, simbas nefsit të vet. Allahu subhanahu wa taala në surën Al-A'la, ajeti 14 dhe 15 thot:
qad aflaha man tazakka. Ka shpëtuar ai që është pastruar. Si është pastruar? Ai që është pastruar pra prej gjunave që është përnduar tek Allahu subhanahu wa taala. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Pra ai cili e përkujton madhërinë Allahu subhanahu wa taala, fasalla, dhe ai cili e fal namazin. Pra kush po shpëton ai cili pra pastrohet prej gjunave, ai cili e përkujton madhështinë e Allahut se sa i madh është ai dhe ai cili falet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku as-salah." Në mes njeriut dhe mosbesimit, kufrit, është me lënë namazin. Pra vepra që e dallon besimtarin nga jo besimtari është namazi. Namazi është bërë obligim kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Mirax dhe Allahu subhanahu wa taala i tha që ummeti yt do t'i falin 50 namaze, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Allahu subhanahu wa taala sepse ummeti jam nuk do të mund ta falin, dhe Allahu subhanahu wa taala prej 50 namaze ran në 5 namaze. Mirë po i tha pejgamberit alayhis salam, tha ti shkoti, ndërsa tha unë nuk e ndroj vendimin. Tha te ju është 5, ndërsa te unë është 50. Andaj kush i fal 5 namaze ka shpërblim sa 50 namaze, ndërsa kush i lën 5 i kalon 50 namaze. A ka arsye për mos me fal namazin? Po, është vetëm arsye vetëm njeriu kur vdes dhe jep shpirt, ose ai i cili është në gjumë dhe kur zgjohet pi gjumit dhe i nteget, pra duhet ta fal namazin, dhe gruaja kur është me menstruacione, pra nuk e ka obligim namazin. Andaj, te Allahu nuk ka arsye të justifikueshme për mos ta falur namazin. Edhe kur je i semur, për shembull, je me infuzion, edhe nëse je në luftë, edhe nëse je i paralizuar, edhe nëse tu ka ndalur fryma, ti pra nuk ke arsye për mos me fal namazin. Se thot dikush, po unë thot nuk kam mundësi. Po nëse s'ki mundësi me trup, ki mundësi mu fal me gojë. Po nëse s'ki mundësi edhe me gojë, Allahu subhanahu wa taala ja ka lehtësuar robërve të vet që të falen edhe shtrim, pra që të falen edhe me shenja. Allahu subhanahu wa taala disa prej farzeve i ka bërë me shkëputje. Për shembull, haxhin Allahu subhanahu wa taala e ka bërë me mundësi, hapësirë dhe kohë. Edhe agjerimin e ka bërë me mundësi, edhe hapësirë, edhe kohë. Edhe zakatin e ka bërë me mundësi dhe me kohë. Ndërsa pra i vetmi farz që nuk përjashtohet nga koha, kush është namazi. Në ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala do t'i pyes disa prej njerëzve që nuk e ka falur namazin. Allahu subhanahu wa taala grupin e parë që do t'i pyet janë ata të cilët kanë pas pasurinë këtë dynjë, dhe Allahu do t'i thotë ditën e gjykimit: "O robi jem, pse nuk më përmende, pse nuk e fale namazin?" Këta do t'i thojnë Allahu subhanahu wa taala: "Ja Allah, unë kam pas shumë pasuri, kam pas shumë punë dhe kam pas shumë punëtor dhe nuk kam mundur që të adhuroj, ja Allah." Allahu subhanahu wa taala këtij njeriu ditën e gjykimit do t'i bjerë si dëshmi i kënd Sulejmanin alayhis salam. Dhe do t'i thotë këtij njeriu: a mos pate autoritet më shumë se Sulejmani alayhis salam? Tha mos pate pasuri më shumë se Sulejmani alayhis salam? Tha mos pate punëtor më shumë se Sulejmani alayhis salam? Çka do të thotë ky? Jo, pra dhe nuk do të jetë i shpëtuar. Grupin e dytë që Allahu subhanahu wa taala do t'i pyet ata të cilët kanë qenë të varfër në këtë dynjë dhe do t'i thotë: "O robi jem, pse nuk më përmende, pse nuk e fale namazin?" Ky do t'i përgjigjet: "Ja Allah, unë kam qenë i varfër, kam punuar vetëm sa për një dare dhe nuk kam pasur kohë që të falenderoj ty Allah dhe të përmend ty dhe të fal namazin." Allahu subhanahu wa taala këtij personi do t'ja bjerë si dëshmi kënd Isain alayhis salam. Pra prej krejt pejgamberëve, Isai alayhis salam ka qenë më i varfëri. Mirë po, krahas varfërisë e tij të skajshme, ai asnjëherë nuk i shkëputi
lidhjet me Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa edhe grupin e tretë, pra që Allahu subhanahu wa taala do të pyet në ditën e gjykimit, tha o robi jem, ai i cili ka qenë i semur pra në këtë dynjë, pra Allahu subhanahu wa taala do të pyet atë që ka qenë i semur, tha o robi jem, pse nuk më përmende, pse nuk e fale namazin? Pra ky do t'i përgjigjet, ja Allah tim ke sprovuar me smundje të rëndë, unë kam qenë i paralizuar. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtij smuri ken do t'ja sjellë si dëshmi, do t'ja sjellë si dëshmi Ejubin alayhis salam. Pra Ejubi alayhis salam ishte i sprovuar me smundje shumë të rëndë, saqë edhe mishi i binte nga trupi për shkak të smundjes që e kishte. Mirpo, krahas saj, Ejubi alayhis salam asnjëherë nuk e shkeputi lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Pra ditën e gjykimit, njerëzit do t'i thirrin pejgamberët, Musën, Isen, Ibrahimin, por edhe pejgamberët tjerë. Pra do t'i thënë që me fillu llogaria ditën e gjykimit, me i tërveru tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë po këta çka do të thënë? Nefsi, nefsi. Do të thënë ne kemi hallin ton, ne kemi problemin ton, duke e ditur që pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala i kanë thirrë pra njerëzit në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit. Dhe fryma e tyre, pra dhe gjuha e tyre ka qenë çka? Ka qenë dhikr. Por edhe ata pra po thënë nefsi, nefsi, dhe na nuk mund ta shpëtojmë vetveten tonë. Mirë po, cili do të intervenojë tek Allahu? Kush do të na gjej zgjidhjen ditën e gjykimit? Ditën e gjykimit do të intervenojë tek Allahu subhanahu wa taala dhe do të na gjej zgjidhje kush? Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me çka? Tha pejgamberi alayhis salam, fa akhirru sajidan. Tha un i bëj sejdë Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj thom wallah tash filloja llogaris. Pra me çka po intervenon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Allahu? Me sejdë. Pra ti me çfarë pune do të dalësh përpara Allahut subhanahu wa taala? Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët dhe ishte kuaj namazit të ikindis. Dhe njëri prej sahabëve ishte duke marrur abdest dhe nuk e lau shputën e tij mirë. Dhe pejgamberi alayhis salam tha, laje tha shputën sepse këtë shputë e prek zjarri i xhehenemit. Tha, feveilul ahkabi minan nar. Mirë për atë shputë, pra që e djeg zjarri i xhehenemit. Pra, para mendoje, ata të cilët pra marrin abdest dhe lën një pjesë trupit pa u lagur, pra çka do të jep azab përpara Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po ata të cilët nuk marrin abdest fare, por ata të cilët nuk i binden Allahut subhanahu wa taala, por ata të cilët nuk i falen Allahut subhanahu wa taala, si do të jetë gjendja e tyre pra ditën e gjykimit? Andaj të nderuar besimtar, mos t'ja merr mendja askujt, as mos të mendoj një grimc se mund të shpëtoj njeriu tek Allahu subhanahu wa taala pa namaz. Sepse tha banorët e xhenetit do të bëjnë bisedë me banorët e xhehenemit. Do t'i thonë, pse jeni këtu? Allahu subhanahu wa taala përshkruan gjendjen e tyre në Kur'an, ma salakakum fi sakar, çfarë ju shtyri juve në sekar? Pra çfarë ju shtyri juve në sekar? Çfarë sekar? Sekar është vend në xhehenem që nuk lëson pa djeg. Dhe Allahu subhanahu wa taala u andron atyre lëkurat në mënyrë që ta shijojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Çka thënë? Qalu lam naku min al-musallin. Ne ishim pra atyre që nuk falnim, që nuk bënim namaz. Prandaj pendohu tek Allahu subhanahu wa taala o ju që nuk falni namaz, përpara se t'ju vjen vdekja, se atëherë nuk do të bën dobi asnjë gjë. Në fund, e lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj për atyre muslimanëve që falen, që i binden Allahut subhanahu wa taala, që i falen Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala të na bëj për atyre muslimanëve që të na shlyjë gjitha gjunat e jetës tonë, të na uzojë në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit dhe të na bëj prej banorëve të xhenetit, ya rabbil alamin.